qenë vetëm vrapim, tash ju kemi jep mundësi edhe personave që dojnë me ecë që kanë ma specialitet ecën. Faleminderit edhe unë këtë rast. Me qenë pjesë, do më thonë ata mujnë edhe me vrapu edhe me ecë, po nuk, do më thonë, përpara nuk ka qenë, përpara është dashtë me vrapu. Tash mund është me vrapu një pjesë me ecë, qështë ju kanë vetan atyne. Dhe numrin tim që kome vrapu gjatë kësaj maratonit, të cilën ka me umbajt të dielën, edhe ma ndi rezultatin e udhëtimit tim mundi me pat hanën në reload. Unë e përndryshe sot jam këto edhe me Fatlumin Grajqevsen, i cili është edhe organizator i maratonës. Fatlum si jeni? Një prej organizatorët. Një prej. Faleminderit që keni ardhur. Fatlum, a mund është më na tregu pak ma shumë rreth organizimit? Të maratonës, posaçërisht vetëm. Sa i përket edhe disiplinave tjera, do më thonë vrapimit 21 km, 10 km dhe 5 km, paraversisht trendet janë të njëjta me vitin e kalum, mirë po do më thonë kemi edhe ditën e nesërme, zakonisht ka njëherë kemi ditë me pas ditën e fundit, para fundit, shumë garus që kanë ardhur me u regjistru, kështu që trendet janë të njëjta. Do më thonë, çka muj me shtu, sa i përket garuzve elit, atyne që pretendojnë me nëzanë vende të para, dyta, treta, këtë vit, dhe më thonë, jemi shumë ma mirë. Kemi pas garuz prej Kenis në disiplinë maratonës, edhe gjysmë maratonës, edhe konkurenca e garuzve elit, dhe më thonë, është shumë ma e mirë se vitin e kalumë. A ka me pas ndonjë ftyrë publike që e njohim që ka me qenë pjesë e maratonës, apo nuk u të dhanë me shpalju? Realisht, deri me tani, nuk e dim asnjë. Ka shansë, se kur viteve të kalume, ata janë paraqit në 7 ditën e fundit, para fundit, është e mundshme, e kemi pas Ramush Haredine si ka vrapu për fillimit, do më thonë edhe kur është organizu maratona e parë, nuk e di si vjetë a do durapoj. Unë po besoj që ai s'kesh pas probleme vrapu 5 km, po për 21 nuk e di. Edhe a mundur na tregu se na bisedum edhe pak pare jo ndru pak rruga ndoshta, e për ato vish po paralajmojmë që ndru, kështu që mundi mu informua edhe në përfaqe, po besoj. Ja. Mirë po, çka këshe për garuz të vitit të ashëm tash kësaj radhe, çka ju këshe propozu që me u bo gati për maratonën nëse dojnë me vrapu se 42 km është deri te Marigona dhe kemi mu kthy mandej. Është disiplinë e gjatë, 42 km. Është e vërtet me shiqu në bazë të viteve kronologjisë, në fillim kemi pas disiplinën vetëm 21 km. Me rritjen e kërkesës, do më thonë, prej vendasve të Kosovës, cilët kanë shku dhe kanë vrapu maratonat plota në vendet tjera, edhe na e kemi shëndru, dhe më thonë, jemi vatë gatshëm për me majtë edhe maratonën, për shkak se nuk muj me majtë maratonën me garuz vetëm për të huj, po du të me pas interesim edhe garuz që janë këtu. Dhe më thonë, vedjesimi për mu marë me vrapin, edhe për me ushtru disiplina ma të gjata, është i madhë. Më thonë, na në një farë mënyre nuk
ka nevojnë ashtë edhe mjë preferu, për shkak se këtave që në rrugë drejt, ka shumë vrapus që në mënyrë të rregull të shtojnë çdo herë, kurse sa i përket rrugës është një ndryshim, derisa dalim te rrethi për me shku për Fushë Kosovë, ajo pjesa tjetër është e njëjtë e hartës, për shkak një koncertit madh që komu ba me datën 24, realisht na është bloku që ajo rruga ka kemi kalu, kemi bërë çdo herë. Tash te Grandi, domethënë kemi u kthy djathtas, kemi përdor rrugën afër Borë Ramizit, mandej dalim te ajo rruga te Hekuruda që shkon, prej aty dalim te rrethi, te ura atje te rrethi, vrapus që janë 5 kilometra kthehen në rreth, kurse këta 10, 21 dhe 42 vazhdojnë për Fushë Kosovë. Edhe si një pyetje për fond, a e